Tani ka ardhur koha që të ketë një maksi proces. Nuk po them të zhduket PS-ja, të zhduket PD-ja, se nuk është ky qëllimi i drejtësisë. Por nëse ka njerëz të korruptuar, drejtësia duhet të ngrihet në nivel. Nëse ka zyrtar të korruptuar, nuk mundet 2 vjet të hetohen 2, pas një viti të hetohet 1, nuk është ky. Ky është ritëm breshke. Jemi në Shqipëri, është një vend shumë herë më i vogël se Italia. Dhe në qoftë se korrupsioni është kaq ulëritës sa shtuhet në raporte, në media, nga opozita kudo, apo pranohet edhe vetë brenda mazhorancës, duhet të jetë me ritme shumë më të shpejta se sa. Një maksi procesa në Shqipëri. Të gjithë zyrtarët që dyshohen për korrupsion, nivel lokal, nivel qendror, nivelet e dyta, drejtor, drejtorie, çfarë janë, duhet të kapen të gjithë dhe të futen aty, dhe kështu mund bëhet dhe antarësimi në BE i vendit, dhe kështu mund pasohet dhe klasa politike, dhe kështu do krijohet dhe frika. Por nëse ti kap një sot, një pas një viti, atëherë unë mund të më pyeti që po të jetë me këtë ritëm s'do marrin filipinezë vetëm për të pastruar, po do të marrin edhe për politikë, se s'do ngelet më njëri.